Pas luftës në Gaza, Shtetet e Bashkuara synojnë të mbajnë një konferencë ndërkombëtare për rindërtim. Shtetet e Bashkuara në koordinim me aleatët e tyre përshtyjnë mundësinë e mbajtjes së një konferencë ndërkombëtare mbi rindërtimin e rripit të Gazas, një veprim që synon të ringjallë përpjekjet për armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit pas një sër dështimesh në negociata në kohët e fundit, sipas burimeve të njohura nga diskutimet që folën për Bloomberg. Sipas burimeve, Washingtoni është sugjeruar si një vend i mundshëm për konferencë, e cila mund zhvillohet që muajin tjetër në janarin e 2026. Disa vende arabe dhe rajonale po marrin pjesë në këto konsultime, përfshirë Egjiptin, i cili luan një rol kryesor si partner kyç në përpjekjet për deeskalim dhe rindërtim, përveç rolit të tij në lehtësimin e komunikimit mes palëve. Sipas burimeve, ky veprim synon të aktivizojë atë që administrata e presidentit së Bashkuara Donald Trump e quan faza e dytë e planit të saj të paqes, i cili përqendrohet në kalimin nga ndërprerja armiqësive në rimëkëmbje në rindërtimin e hershëm të asaj që lufta shkatërroi në rripin e Gazës. Ky trend përkon bisedimet e fundit të organizuar në Doha, të cilët diskutuan mundësinë e vendosjes së një force ndërkombëtare stabilizimi në rripin e Gazës.